Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju në fakt një video e cila po bëhet virale në rrjetin social TikTok. Një faqe e njohur Icon Albania me gjysmë milion ndjekës ka postuar një story që në fakt ka ngritur dyshime edhe amendësime të ndryshme për sinqeritetin dhe transparencën e produksionit kundër drejt qytetarëve, kundër drejt ndjekësve të tyre. Në këtë shkrim thuhet, ndjekës të dashur aktiv mbi 7 milion. Rozana Radit i është premtuar fitoria nga Sara Hoxha dhe Ledion Liço. Është posti i parë. Top Channel ka mashtruar një publik të tërë prandaj të martën nëse banorët vendosin finalistët, jo publiku që kanë dhënë kaq shumë lek ndaj këtij spektakli, ki Big Brother duhet të sobatohet. Eva Marku, familjari Ajoz Marku, tentoi të na bëj kalmin, por jemi nivel global për këtë lojë, thot. Mos haroni që ne fituam luftën ndaj juve sepse Xhibani iku në momentin që ne ju denoncuam. Icon Albania vazhdon të jetë media më influente dhe më e madhe ndonjëherë në rrjetet sociale, sepse ne nuk bëjmë bost, ne jemi vetë bosti. Domethënë është kjo një lajm i cili është bërë viral nga kjo faqe, mbi të cilën ato sqarojnë në fakt një lloj problematike që ju ka ndodhur nga ana e Joz Markut. Unë nuk dua ta besoj që do të ndodhë një gjë e tillë, sepse unë mendoj që banorët duhet të respektohen për lojën që po bëjnë, banorët duhet të respektohen për djersën që kanë derdhur në atë shtëpi, dhe banorët duhet të respektohen për të gjithë vlerat që i kanë dhënë aty. Çuditërisht, Rozana Radi mund të jetë një ndër banoret më të zjarta në karrierën e saj, në artin e saj, por ajo që në fakt është interesante për këtë Big Brother është se gjesti që në momentin kur ka hyrë në Big Brother ka treguar krejtësisht tjetër njeri, ka treguar krejtësisht tjetër gjë. Dhe unë jam 100% i bindur që Top Channel së bashku me të gjithë produksionin e Big Brother nuk janë dakord që të humbin audiencën dhe për të qenë transparent për të gjithë publikun, dihet se kush është banori i cili ka dhënë më së shumti energji në këtë shtëpi. Unë besoj që Rozana Radi ka fituar një trofe të madh, atë që është momenti i saj më i bukur për të bërë një nën. Jam dakord që edhe ajo është dakord shumë që këtë Big Brother ta fitoj gjesti apo një banor i cili dëshiron që të ngrihet në karrierën e tij, të ngrihet në profesionin e tij, të ngrihet në ëndrat të cilat ai ka, dhe mendoj që në këtë rast gjesti meriton të fiton Big Brotherin, apo qoftë edhe një banor i cili ka ëndra të bukura, apo më shumë se gjesti, le të jemi të sinqertë, asnjë nga banorët nuk ka dhënë në këtë shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse tashi Egli ka hyrë pak me një pushk në dorë. Gjithsesi dua të marr mendimin tuaj, edhe pse unë nuk dyshoj në asnjë mënyrë që Top Channel nuk është transparent. Top Channel është një media e cila funksionon ndër vite në tregun shqiptar, nuk është një media e thjeshtë, është një media që i ka marrë të gjitha licencimet e mundshme dhe ka bërë super projekte gjigande që gjithmonë kanë bërthyer publikun shqiptar. Nuk mundet një media kaq e madhe të jetë jo transparente për një gjë kaq të vogël në gjitha ato gjëra të mëdha që ka ndërtuar, sepse në historinë e medias së Top Channel, atë punën që ka sjellur, kjo gjëja që po ndodh tani mund të jetë një diçka shumë e vogël në gjitha ato karrierë të madhe, në gjitha ato punë të madhe, në gjitha ato spektakle fantastike, në gjitha ato audiencë që në fakt kanë mbërthyer të gjithë opinionin më gjerë. Është media më e madhe shqiptare dhe për këtë gjë unë nuk besoj fare që kjo media mund të luan me publikun, mund të jetë jo transparente, mund të jetë jo e vërtet, por përkundrazi unë e shoh një media shumë të fuqishme, një derë të hapur për të gjithë shqiptarët që i besojnë kësaj medie dhe mund të ketë lojë interesante për ta bërë pjesën më interesante nga vllau i madh që le të mos zgjidhe gjesti finalisti i parë. Unë këtë gjë kam thënë që në fillim, po të hedhim një sy drejt një reality show, gjithmonë reality show e le publikun me pikpyetje dhe për këtë është reality show. Në qoftë se nuk do të ekzistonin pikpyetjet në këtë rast, në asnjë mënyrë nuk do të ishte interesante ky Big Brother, nuk do të ishte interesante ky reality show dhe nuk do të kishte pikën e shikueshmërisë. Unë mendoj që këto pikpyetjet e bukura
që vllau i madh i vën në këtë reality show, e bëjnë këtë spektakël edhe më interesant dhe ne do të kemi kureshtjen për ta komentuar dhe ju do të keni kureshtjen për të shprehur pikpyetjet tuaja se në fakt çfarë po ndodhen në këtë spektakël. Gjithsesi, sonte pritet të përzidhet finalisti, dytë më pas për të shkuar tek i treti dhe i katërti brenda këtyre prajmeve. Sonte mund të kemi 2 finalistë, gjithçka mund të ndodhe në spektakël. Big Brother është surprizues dhe le të besojmë sepse gjithmonë në fund është të vlerësuar e vërteta, siç u vlerësua e vërteta e Luizit edhe ashtu gjëra të bukura që kanë ndodhur në këtë televizion. Ne do të takojmë sërish së bashku, vazhdoni të na komentoni dhe na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.